dashje. Zoti Aga, ta nisim me pyetjen drejt për drejt, a duhet ta votoj PD-ja nismën? Po tani, këto piruetat e zotit Rama që do ta votoj apo jo edhe e çon në parlament një diçka që nuk ka asnjë arsye që të shkojnë në parlament faktikisht. Pse? Kjo, po çrëndsi ka që të shkojnë në parlament, zoti Rama ka 83 vota, pse e çon në parlament, se funa shumicën ai mund ta e ka, s'ka pse e çon në parlament këtë. Pra ju e gjykoni që është një lloj testi për opozitën, ose provokim për opozitën? Nuk provokim. Jo, po 83 votat duhet të shprehen në parlament. 83 votat e tij të shprehen në parlament. Me këtë zoti Rama, domethënë ka një kërkon të zhvendosi, si më thon, problematikat e tij nga rrafshi i brendshëm, problematikat që ka në Shqipëri drejt në rrafshin e jashtëm, në politikën e jashtme. Ore, po tani, e dini ju që në opinionin politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me të madhe po shihet që do të jetë apo s'do të jetë Edi Rama në bordin e paqes. Ore, po kjo punë tani që të deplasohet, të kalohet kjo në një rrafsh politik në vendin tonë, është për menimin tim është një nonsens. Problemet e Shqipërisë janë të shumta, ka shumë probleme, edhe unë po ja them me gjithë shpirt që problemi kryesor dhe ai me të cilën Parlamenti i Shqipërisë duhet merret është problem i jashtëzakonshëm, është zbrazja e këtij vendi. Shpopullimi i këtij vendi. Unë lexova sot statistikat e Institutit të Statistikave Shqiptare, Tinstatit, që janë 4.5 milion shqiptarë që janë të regjistruar në Shqipëri, edhe nga këta janë 2.4 milion njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë. Edhe vetëm 2.1 milion, domethënë janë mbi 50% e njerëzve që janë larguar nga Shqipëria. Ky është një problem madhor, edhe për këtë majoranca edhe opozita, Partia Demokratike duhet të gjenë një gjuhë të përbashkët e të bisedojnë në Parlamentin e Shqipërisë. Për menimin tim, ky është problem. Dhe jo piruetat e Ramës, domethënë që kalojnë nga një diçka. Piruet kjo është tashmë në parlament. Ç'do të bëj PD-ja? Ti përgjigjet piruetës apo ta bojkotoj këtë lloj nisme? Po nuk kam nevojë se ka 83 vota. Jo në rregull, dakord, po Partia Socialiste, ju keni 83 vota. Megjithatë është debat tjetër që janë të vjedhur apo pa vjedhur. Jo, po do vetë të votohen atje se 83 vota nuk merren kështu automatikisht. Ju njerëzit e Partisë Socialiste keni 83 Po pra, po në parlament ama. Në parlament, në parlament. Do materializohet kjo 83. Shkoni votoni këtë. Unë për menimin tim, ky është një problem, për menimin tim, është një fos problem, është një problem të thallët, domethënë, kjo punë. Nuk është ky problemi kryesor. Që do të thotë PD-ja nuk është e detyruar të shkojë të votojë? Po PD-ja nuk ke gjithçka që është e domosdoshme për Shqipërinë dhe është, do thonë, edhe që është për të mirën e Shqipërisë, Partia Demokratike duhet votojë. Edhe gjithmonë ka votuar për këtë punë. Kjo është për të mirën e Shqipërisë apo jo?